Në lidhje me profetin e Islamit dëgjojmë shumë gjëra të neveritshme, por në vazhdim do të japim 5 fakte që duken mjaft të neveritshme. E vetmja gjë që ju kërkohet është të mos villni kur ti dëgjoni. Për të gjithë muslimanët që e shohin këtë material, ju kërkoj që të mos inatoseni me mua, por të inatoseni me profetin tuaj, pasi gjithçka që do t'ju tregojmë është marrë nga shkrimet tuaja më të besuara. Pra, le të fillojmë me faktin e parë të listës që kam përgatitur. Shumica e muslimanëve dhe jo muslimanëve e kanë dëgjuar këtë fakt edhe më herët. Numri 5 i fakteve më të neveritshme të Muhamedit është fakti se Muhamedi ka kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë 9 vjeçare e cila nuk kishte arritur ende pubertetin. Në lidhje me këtë temë kemi parë me qindra herë shkrime që e vërtetojnë këtë fakt, por këtu po e përsërisim për ata që mund të mos e kenë dëgjuar ose që mund të kenë ardhur nga ndonjë galaktikë e largët. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 5133 lexojmë: transmetoi Aisha se profeti nënshkroi kontratën e martesës me atë kur ajo ishte 6 vjeçe, dhe ai e konsumoi martesën e tij kur ajo ishte 9 vjeçe, dhe më pas ajo mbeti me atë për 9 vite, domethënë deri në vdekjen e tij. Shkrimet muslimane raportojnë se Aisha luante në shilarse kur disa gra erdhën që ta merrnin dhe ta çonin atë tek burri i saj. Me vete ajo mori dhe kukullat e saj dhe ato e quan atë në shtëpinë e Muhamedit, dhe ne e dimë se si mund të kenë vazhduar gjërat pas mbërritjes së saj në shtëpinë e tij. Është e qartë se ai e ka shtrirë, i ka hequr kukullat nga duart dhe i është ngjitur sipër, dhe ka futur me forcë penisin e tij brenda saj. Ajo nuk e ka pas kuptuar se çfarë po ndodhte, sepse asnjë nuk e kishte vrarë mendjen që t'i tregonte asaj në lidhje me marrëdhëniet seksuale. E frikësuar dhe e hutuar ajo ka qarë për shkak të dhimbjes dhe ka gjakosur kudo nëpër krevatin e profetit të saj, por ajo është përpjekur që të qëndronte e qetë në respekt të burrit të saj të ri, i cili si shpërblim i kishte vendosur jetën në rrezik. Muhamedi ishte më shumë se 50 vjeç kur vendosi me forcë penisin e tij brenda gruas së tij 9 vjeçare që nuk kishte arritur ende pubertetin. Nëse nuk e keni menduar ndonjëherë, po ju kërkoj që të imagjinoni pak në lidhje me një burr 53 vjeçar dhe një vajzë 9 vjeçare. Dhe pas kësaj mendoni në lidhje me citimin që Kurani bën në surën El-Ahzab, në surën 33, në vargun 21 kur thotë se Muhamedi është një model shumë i bukur për t'u ndjekur. Gëzohem që e hoqëm qafe këtë fakt, sepse përveç se është i neveritshëm, është dhe i dhimbshëm. Dhe tani të argëtohemi pak. Numri 4 i fakteve më të neveritshme në lidhje me Muhamedin është fakti se Muhamedi i ka inkurajuar ndjekësit e tij që të lëpijnë gishtat e njëri tjetrit. Islami është e vetmja fe nga ato që unë jam në dieni që promovon lëpirjen e gishtave. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 5456 lexojmë: Ibn Abasi tregon se pejgamberi ka thënë: kur të hani, mos i fshini duart pa i lëpir vet ose pa u lëpir dikush tjetër. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 5294 lexojmë: është transmetuar se Ibn Abasi ka thënë: i dërguari i Allahut tha: kur dikush nga ju han ndonjë ushqim, mos e lejoni që ai të fshijë duart e tij derisa ai t'i ketë lëpir ose t'ia ketë lëpir dikush tjetër. Përse dëshironte Muhamedi që ndjekësit e tij të lëpinin gishtat e tyre dhe të lëpinin gishtat e njëri tjetrit, ai na e heq kurreshtjen për këtë pyetje në hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 5300 ku dhe lexojmë: është transmetuar nga Xhabir se profeti kënaqej duke lëpir gishtat e dikujt dhe duke fshirë pjatën, dhe ai tha: ju nuk e dini se në cilën pjesë gjendet bekimi. Muhamedi e thot këtë pretendim dhe në hadithe të tjera. E thënë ndryshe, kjo që sapo lexuam nënkupton se Allahu fshen një bekim diku në ushqimin tuaj. Por ju nuk e dini me saktësi se ku fshihet bekimi që ka vendosur Allahu, kështu që juve ju duhet të lëpini gishtat tuaj. Nëse dëshironi që bekimin ta marrë dikush tjetër, ju i thoni që të lëpijë gishtat tuaj dhe në këtë mënyrë jeni duke i bërë atij që ju lëpin gishtat nder, duke i dhënë bekime. Ju nuk duhet t'i fshini duart me ndonjë pecet, sepse kjo do të nënkuptonte se bekimi i Allahut do të kalonte në pecetën që fshik duart, dhe më pas këtë bekim e merr Satani. Nëse nuk keni shumë njohuri për mënyrën se si përhapen mikrobet dhe për faktin se është ide shumë e keqe që të lëpish gishtat e njerëzve të tjerë, mos u mërzisni. Ju premtoj se kur të kalojmë në faktin numër 2 dhe në faktin numër 1, do ta kuptoni se përse nuk duhet që të lëpini kurrë gishtat e njerëzve të tjerë. Por përpara kësaj do të japim faktin numër 3 nga faktet më të neveritshme në lidhje me Muhamedin. Muhamedi shkëmben pështymën e tij me djemth e vegjël. Tek libri i Buhari Al-Adab Al-Mufrad 1183 lexojmë: raportohet se Ebu Huraira tha: nuk e kam parë kurrë Al-Hasanin pa mu përlotur sytë. Kjo për shkak se profeti, e bekoft Allahu dhe i dhënë paqe, doli një ditë dhe unë e gjeta në xhami. Ai më mori dorën dhe unë shkova së bashku me të. Ai nuk më foli derisa ne arritëm tregun e Banu Kainukës. Ai erdhi vërdall dhe po shikonte. Më pas ai u largua dhe po ashtu u largova edhe unë dhe arritëm në xhami. Ai u ul dhe unë mbështoll me veshjen e tij, dhe më pas ai tha: ku është i vogli, më thërrisni të voglin. Hasani erdhi duke vrapuar dhe kërceu tek ai.
dhe më pas ai vendosi dorën e tij në mjekrën e tij. Pastaj profeti, Allahu e bekoft dhe i dhënë paqe, hapi gojën e tij dhe vendosi gjuhën e tij në gojën e tij. Dhe më pas ai tha, o Allah, unë e dua atë, kështu që duaja atë dhe ata që e duan atë. Sipas një hadithi tjetër, Musnad Ahmed, në hadithin me numër 16245, mësojmë se Muhamedi thithë gjuhën dhe buzët e djemve të vegjël. Por mos keni frikë, në këtë hadith na thuhet se Muhamedi jep garanci se nëse ai thithë gjuhën apo buzën e djemve të vegjël, ajo gjuhë apo buzë e atij djali nuk do të torturohej kurrë nga zjarri i ferrit. Niveli i gjërave të çuditshme këtu shkon në 1.000.000. Nëse pyesni veten nëse duhet të lejoni dikë si Muhamedi që të thithë në gjuhën e djalit tuaj të vogël, me shumë mundësi duhet të mendoni me kujdes në lidhje me faktin në vazhdim. Fakti numër 2 më i neveritshëm në lidhje me Muhamedin. Muhamedi kryente marrëdhënie seksuale me 9 gra dhe vajza, por lahej vetëm një herë. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 5068 lexojmë: transmetoi Enesi, profeti shkonte të kryente marrëdhënie seksuale me të gjitha gratë e tij në një natë, dhe ai kishte 9 gra. Po ashtu në hadithin me numër 5212 të Buhariut lexojmë: transmetoi Enes bin Malik, profeti kalonte të kryente marrëdhënie seksuale me të gjitha gratë e tij në një natë, dhe në atë kohë ai kishte 9 gra. Pra, e kemi të qartë pjesën e marrëdhënieve seksuale me 9 gra dhe vajza, por shikoni pak titullin e kapitullit të këtij hadithi. Aty thuhet, kushdo që kryen marrëdhënie seksuale me të gjitha gratë e tij dhe lahet vetëm një herë. Muhamedi, burri më i madh në histori, kryente marrëdhënie seksuale me 9 gra dhe vajza në një natë, në Medinë, në sqetullën e Arabisë, një qytet me një temperaturë mesatare maksimale prej 43 gradë në verë, por lahej vetëm një herë. A shikoni ndonjë problem këtu? Një nga problemet është era e keqe. I rikthehemi një pikë më sipër. Më lejoni që në këtë pikë të pyes muslimanët për këtë. Supozoni se jeni një shok i Muhamedit. Mendoni sikur jeni në këtë situatë. Një ditë, profeti juaj ka një nga ato ngritjet e tij seksuale, por i duhet pak shtesë energjie kur është ndërmjet gruas numër 5 dhe gruas numër 6. Kështu që ai vrapon në pikën më të afërt të ushqimit që të haj pak dhe të rimarrë energjitë. Dhe në këtë vend ju takon dhe ju. Mos harroni se ai nuk do të lahet derisa të mbarojë punë me të gjitha gratë e tij. Ai fillon që të zhys pak feta buke në ushqim, dhe gishtat i lyen me ushqimin që po ha. Dhe në këtë moment ai ju drejtohet juve dhe ju thot, do të doja që t'ju jepja një bekim, lëpi gishtat e mi dhe pastroj plotësisht. Çfarë do të bënin? Përpara se të përgjigjeni, po ju kujtoj se është dhe një fakt tjetër në listën tonë. Fakti numër 1 më i neveritshëm në lidhje me Muhamedin është fakti se Muhamedi ishte vazhdimisht i mbuluar me spermë. Po, e thash, por mos më besoni mua, besojini nusës së tij fëminore Aishës. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 232 lexojmë: transmetoi Aisha, unë duhet të laja spermën nga rrobat e profetit dhe madje dhe në këtë rast vija re një ose më shumë pika të saj. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 669 lexojmë: është transmetuar se Aisha ka thënë në lidhje me spermën: unë e gërvishtja atë nga veshjet e të dërguarit të Allahut. Tek hadithet e Sunan ibn Majahs, në hadithin me numër 537 lexojmë: është transmetuar se Aisha tha: unë zakonisht e gërvishtja me gisht spermën nga veshjet e të dërguarit të Allahut, me duart e mia. Aisha, gërvishtësia e spermës dhe nusja fëminore e cila nuk kishte arritur pubertetin, në Islam quhet dhe nëna e besimtarve. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 230 lexojmë: transmetoi Sulejman bin Yaser, unë pyeta Aishën në lidhje me veshjet e ndotura me spermë. Ajo u përgjigj, mua më duhet që t'i laj veshjet e të dërguarit të Allahut dhe ai shkon për salat, për t'u lutur, ndërkohë që njollat e ujit janë akoma të dukshme. Ju muslimanëve po ju bëj një pyetje. Përse raportohet se profeti juaj kishte spermë mbi rrobat e tij? Më lejoni që t'ju lë me benefitin e dyshimit dhe të supozojmë se ka qenë sperma e tij. Pse duhet të ndodhte kjo gjë? Masturbimi nuk ishte i lejuar, kështu që ky nuk ka qenë shkaku se përse i kishte rrobat me spermë. Coitus interruptus përjashtohet, që do të thotë se atij nuk i lejohej që ta lëshonte spermën e tij jashtë grave apo skllaveve që kishte për seks. Pra, nga vinte gjithë kjo spermë? Përfundimi më i pranueshëm në këtë pikë, dhe po tregohem shumë, por shumë bujar, është se Muhamedi duhet të ketë përdorur veshjen e tij, madje dhe veshjen që përdorte për të shkuar në xhami, si robë për të fshirë penisin e tij prej profeti pasi kryente marrëdhënie seksuale. Ky është përfundimi më i mirë që mund të them. Më besoni se përfundimet e tjera që unë mund të jap janë shumë, shumë më keq. Duke u treguar sa më shumë bujar që të mundem, mund të them vetëm se profeti juaj pasi kryente marrëdhënie seksuale me 9 gra dhe vajza në një natë të vetme, përdorte rrobat e tij për të fshirë pjesët e tij intime dhe me shumë mundësi dhe pjesët intime të grave të tij, dhe lahej vetëm një herë në fund të raundit të 9 dhe nuk i lante rrobat e tij.
Dhe më pas ai vishte rrobat e tij dhe bëhej gati që të shkonte në xhami, dhe Aisha nusja fëminore që ishte dhe gërvishtësja e spermës shikonte njollat e spermës kudo në rrobat e tij. Pas kësaj ajo e ndalonte dhe i gërvishte ose i lante rrobat aq sa mundej. Dhe më pas Muhamedi shkonte për në xhami, me njollat të lagura që ishin akoma të dukshme mbi rrobat e tij. A do të dëshironit që ti qëndronit afër këtij tipit? A do të dëshironit që ta përqafonit dhe ti kishit rrobat e tij ngjitur me rrobat tuaja? A do të dëshironit të lëpinit gishtat e tij dhe t'ja pastronit gishtat duke ja lëpir pasi keni ngrënë? A do të dëshironit që ai të thithë gjuhën e vogëlushit tuaj apo që ai të martohej me vajzën tuaj që nuk ka arritur ende pubertetin? A keni takuar ndonjëherë ndonjë njeri gjatë gjithë jetës tuaj apo a keni lexuar për ndonjëri që ka qenë kaq i fëlliqur dhe kaq i neveritshëm sa profeti i muslimanëve? Nëse në këto momente po ju vjen për të vjellë, po ju tregoj një hile të vogël që t'ju bëj të ndjeheni më mirë sa hap e mbyll syt. Zgjidhësi për të gjitha problemet e stomakut është urina e devës. Po e dëgjuat saktë. Kura magjike e Muhamedit për të gjitha problemet e stomakut ka qenë shurra e devës. Pa dyshim që Muhamedi i ka thënë ndjekësve të tij se nëse pini shurrën e devës, nuk duhet ta vrisni mendjen më kurrë për stomakun. Mbase duhet ta kisha shtuar edhe këtë në listën e mësipërme.